Mirë mëngjes të dashur Virgjeresh, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe ky mesazh ka kohë gjatë për të thënë, por që do e mbledhim në një mesazh të shkurtër. Yta, nëse që do të thotë mësim apo arsim. Ta mbledhim në një të shkurtër dhe thotë, apo kryesorja, jeta është mësuesja më e mirë të dashur Virgjeresh. Çdo moment, çdo njeri, çdo ndjenjë që prek të mëson diçka. Nëse zgjedh të dëgjosh, ti është nxënës e jetës dhe me mençuri, dhe më i mençuri është ai që nuk ndalon kurrë së mësuari. Në fakt ne nuk do ndalojmë kurrë, derisa të vdesim do mësojmë. Pra, mos e nënvlerëso çfarë po mëson tani. Edhe periudhat e vështira janë klasa të shenjta. Ndaj në vend që të pyesësh pse po ndodh kjo, provo të thuash çfarë mësova tani, çfarë po mëson kjo, sepse çdo përvojë është një kapitull në librin tënd të mençurisë, të dashur Virgjeresha.